Okej, për te situatës vështirë me zjarrin në këtë zonë që janë negruar gjitha forcat. Beyond the fire situation that is very hard right now. Ja vlen që falenderojmë gjithësin. We want to thank you very much for your coming here. Të dy mikat tanë, një nga Gjermania dhe një nga Kroacia. Told us what is example for best to come from German and from Croatia. Për mundësinë e ofrimit kontributit tyre për eliminimin e kësaj vate zjarri. To give your contribution to extinguish the fire if it's needed. So thank you very much. Një falenderim nga ana jonë. I want to thank you very much. The municipality. You're welcome. Dhe aktualisht dy grupe të forcës kombëtare të sigurisë për të siguruar një perimetër siguri për të gjithë banorët dhe për të asistuar dhe ndihmuar në evakuimin e banorëve që rrezikohen nga përmasat e zjarrit. Paralelisht strukturat përgjithëse kanë shoqëruar disa persona në komisariat me të cilët po kryen veprimet e nevojshme hetimore për të grumbulluar të dhëna me interes për hetimin dhe për të sqaruar statusin e tyre në raport me dyshimet e arsyeshme që mund të ketë për një zjarrvënie të qëllimshme. Vështirë, po ajo çfarë ne kemi bërë të mundur është që kemi siguruar të gjithë jetët e njerëzve të aktive para gjithë gjallë dhe kemi duke evakuuar ato duke mos u dëmtuar asnjë nga ata, por edhe banesat deri në këtë momente nuk është prekur asnjë banesë nga zjarri. Vlen të theksoj shumë dhe të falenderoj çdo forcë reaguese në këtë zjarr masiv, pasi ka qenë një zjarr i përmasave shumë të mëdha me temperatura të larta, me flak që kanë përpirë dhe kanë marrë përpara hektar me pisha, dhe me ndihmën e dy helikopterëve që kanë punuar përgjatë gjithë ditës sot, ne kemi bërë të mundur që deri në këtë moment vatën e zjarrit ta mbajmë të menaxhueshme brenda perimetrit të banesave të fshatit gjithmonë. Vatra vazhdon. Është çik më keq. Gjithë forcat operacionale në terren që në këtë situatë ka filluar që në orët e para të mëngjesit ashtu si shtatë drejtori i përgjithshëm i zjarrfikëseve, një operacion që vazhdoi për orë të tëra. Natyrisht vlen të falenderohet gjithë ekipet e zjarrfikëseve, jo vetëm bashkisë tona Kazë, por edhe bashkive Fqinj, Fier, Patos, Berat dhe gjithë forcat operacionale të përgjithshme civile, të cilat kanë qenë në terren në orët e para të mëngjesit dhe kanë bërë të mundur që të mbajnë në kontroll gjithë vatën e zjarrit përtej përhapjes së saj për shkak të kushteve atmosferike. Natyrisht falenderoj edhe forcat e drejtorin policisë, drejtorin aeronarit policisë Fier për ndihmesën për evakuimin e 20 familje, për rreth 6-7 familje që janë evakuuar, të cilat janë marrë gjitha masat, por përdesa nuk ka dëmtim në banesa, besoj që sipas vlerësimit të situatës do të rikthehen ose do të shikohet mundësia e komandimit tyre në banesa të afërme të tyre ose në banesa të tjera që do të gjikohet arsyeshme nga struktura përkatëse.